Problemet për punëtorët e pastrimit të objekteve shkollore në komunën e Pes nuk kanë të ndalur. 105 punëtorët e kompanisë kontraktuese për pastrimin e shkollave ende nuk e kanë marrë pagën e muajit tetor. Por për të bërë më keq, atyre në fillim të muajit nëntor u ka ardhur një njoftim nga kompania Selmans Network që mos të dalin në punë këtë muaj fare sepse nuk kanë pranuar punë nga komuna. Menaxheri i kompanisë Selmans Network, Kastriot Hulaj, thot për kallzo.com se pagat e muajit nëntor nuk kanë dalë për shkak se komuna e Pes nuk i ka kryer obligimet që ka ndaj kompanisë. Komuna hala nuk i ka kryer obligimet që i ka ndaj kompanisë tonë. Edhe me tonë drejtën qysh nga fillimi i kontratës me komune, çdo herë pagesat bonohen ndodhë dhe deri me datën 25. E këtu më e keqe është se disa nga komunarët, punëtorëve ju bojnë presione dhe thonë që na i kemi kryer obligimet ndaj komunës, gjatë që nuk është e vërtetë. Në anën tjetër, komuna akuzon kompaninë për mos përmbajtje të kontratës. Zëdhënësi Engelbert Zefaj tha për kallzo.com përmes telefonit se problemi qëndron te kompania kontraktuese. Ne kemi pasur një marrëveshje me kompaninë Selmans Network për numrin e metrave që duhen pastruar dhe numrin e punëtorëve që duhet i angazhoj, por edhe për vlerën e kontratës që ne do t'ua paguajmë atyre për çdo muaj. Sipas marrëveshjes, kompania duhet të ketë kapacitet që t'i paguajë për 2 muaj punëtorët edhe në qoftë se nuk ka mjete nga komuna. Ne në këto situata kemi qenë edhe një herë. Problemi është e kompania që ka probleme financiare dhe nuk po arrin t'i përmbahet kontratës. Kurse menaxheri i kompanisë Selmans Network tha se nuk ekziston asnjë marrëveshje për t'i paguar punëtorët kompania për 2 muaj dhe sipas tij nuk ka bazë juridike për të bërë kjo. Ai akuzon komunën e Pes për mos përmbajtje të kontratës në shumicën e pikave kryesore. Ai tha se në disa shkolla janë vendosur punëtorë me kontratë mbi vepër nga komuna, ndërsa kjo çështje i ka takuar kompanisë sipas kontratës. Sipas Hulajt, kompania e tij paguhet për t'i pastruar 48.000 metra katror, përderisa thotë se janë 80.000 metra katror për të pastruar. Ai thotë se këto mosmarrëveshje kanë detyruar që të thotë punëtorëve që të mos dalin në punë që nga 1 nëntori. Ne kemi pasur arsyeshme që t'ju dërgojmë nga një letër sqaruese për shkak se komuna për muajin nëntor nuk ka porositë punë në kompaninë tonë. Gjithsesi, komuna është e obliguar që për çdo fillim muaji me nxjerr një urdhër blerje ku neve na porosit për punën që kemi me bë. Komuna këto nuk e ka bërë asnjëherë. Ndërsa zëdhënësi komunës së Pes mohoi akuzat e menaxherit të kompanisë. Zefaj tha se kompania është obliguar të pastrojë vetëm 48.000 metra katror dhe jo më shumë. Por tani, edhe mundësia e fundit për parafrim të palëve duket e përfunduar, pasi që Zefaj thotë se kontrata e komunës me kompaninë është ndërprerë. Por Hulaj thotë se nuk ka marrë asnjë njoftim nga komuna për ndërprerje të kontratës dhe kërkon që institucioni lokal ta respektojë atë. Ndërkohë që zëdhënësi i komunës thotë që pagat e mbetura ndaj punëtorëve janë detyrim i kompanisë, menaxheri Selmans Network shpreh se pagat do të transferohen te punëtorët në momentin që komuna i kryen obligimet e veta. Për mosmarrëveshjen ndërmjet komunës dhe kompanisë që kanë reflektuar tek punëtorët, kallzo.com ka raportuar vazhdimisht.